Sezoni veror i shoqëruar me më shumë turistë, më tepër shërbime, si dhe prodhime në treg ka rritur besimin e bizneseve në sektorin e industrisë dhe hoteleve dhe të bareve dhe restoranteve. Këto pritshmëri janë shfaqur dhe në raportin vrojtues të Bankës së Shqipërisë, i cili për muajin maj bëri të ditur se treguesi besimit në këto dy sektore u rrit me përkatësisht 8% dhe 2.2%. Më pesimist paraqiten bizneset e sektorit të ndërtimit dhe tregtisë. Ky tregues për muajin maj shënoi rënje me 3.4% dhe 1.8%, ndikuar nga vlerësimet më pesimiste për ecurinë aktuale të biznesit, aktivitetin ndërtues dhe pritje më të ulta për porositë kontraktuese. Rritja e kostos së ndërtimit do të reflektohet në rritje të larta të çmimeve të pasurive të patundshme. Nga ana tjetër kemi shqiptarë të cilët kanë një nivel page mesatare dhe minimale që kanë përsërit pamundur për blerë një pasuri të patundshme. Dhe në këto kushte investitorët janë munduar të zgjidhin këtë situatë. Kemi një periudhë ku vetë investitorët në sektorin e ndërtimit duhet të menaxhojnë riskun dhe të drejtojnë kapitalet e tyre në një sektor që është më i sigurt. Teksa çmimet nga bizneset shfaqin pritshmëri rritëse për muajt në vijim, konsumatorët parashikojnë një rënje të shpenzimeve dhe blerjeve të mëdha për familjet. Në total treguesi ndjesisë ekonomike u rrit me 1.1% për muajin maj.